Përshëndetje të bekuar, ju përshëndes. Ju përshëndes kudo që jeni. Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Për jetë. Zoti është i mirë. Po presim kush do vi pak. Përshëndetje të gjithëve. Është i mirë Zoti ynë? Është i mrekullueshëm Zoti ynë? Është i gjallë Zoti jon? Përshëndetje, përshëndetje të bekuar. Maria, përshëndetje, Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë në familjen tënde, në fëmijët e tu dhe në gjithçka që ti e do. Meli, Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë, për ty, për familjen tënde, për fëmijët e tu. Marinela, Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë, për ty, për familjen tënde dhe për gjithçka në jetën tënde. Zoti është i mirë. Zoti është shumë i mirë. Gjithashtu Marinela, ti je yll, lavdia i qoftë Zotit, ke la mirë se erdhe. Zoti është i mirë dhe Zoti ka vetëm plane të mira për ty, vetëm plane të mira. Planet të së mirës, thot Zoti, kam për ty dhe jo të së keqes. Zoti ka vetëm plane të mira për ty. Lavdia i qoftë Zotit. Mirë se erdhët. Amen, Meli. Vetëm planet të mira ka Zoti. Vetëm planet të mirës dhe kur të së keqes. Ada, mirë se erdhe. Bashkim, mirë se erdhe. Ana, mirë se erdhe. Amen. Qof lëvduar Jezus Krishti, Zoti ton të gjallë. Zoti jon është i mirë, ai është i gjallë. Dava, mirë se erdhe. Dave, mirë se erdhe. Arsi, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuar. Gjithashtu bashkim. Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Për jetë. Faktikisht dua të futem dhe në Instagram, sepse TikToku nuk më punon. Po shikoj si të futem dhe në Instagram. Pra TikToku mua nuk më punon këtu në Shqipëri. Natasha, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuar. Amen, në emrin e Jezus Krishtit lutemi për Rovenën, që të ketë paqe, dhe që asnjë plani të ligut mos të ketë sukses, edhe që Zoti ta ruaj e t'ja mbushi zemrën me gëzim Rovenës, dhe i ligu është i dështuar, kështu apo ashtu? Ai është i dështuar. Sepse Zoti ynë është i gjallë, dhe i ligu është i dështuar. I ligu është i dështuar në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit.
Lavdia I qoftë Zotit, e falenderoj Zotin që jam përsëri me ju, dhe që Zoti është kaq I mirë dhe që është në mesin tonë. Mirë se erdhe motor Amdie, Fredi Gjina, mirë se erdhe Gjina. Mirë se erdhe të bekuar, ju përshëndes nga Vlora, sot është ftohtë këtu në Vlorë. Tani unë nuk e di ndoshta vetëm për mua, po mua më duket ftohtë sot. Dhe ju përshëndes të gjithëve kudo që jeni, nuk e di nga ju flisni. Thino mirë se erdhe, mirë se erdhe të bekuar, Adelina mirë se erdhe, Eri mirë se erdhe, Bashkim mirë se erdhe. Mirë se erdhe, Alieza mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuar, ju përshëndes, pra edhe njerë unë ju përshëndes nga Vlora, dhe që sot Vlora është të ftohtë në sytë e mi. Ndoshta për ty është ngrohtë, Edlira mirë se erdhe, Drita mirë se erdhe, gjithashtu Bekim, Suzana mirë se erdhe, lavdia I qoftë Zotit. Mirë se erdhe të bekuar, Rozeta mirë se erdhe, mirë se erdhet, Edlira na përshëndet nga Vlora, Rozeta nga Greqia, Vani nga Fjeri, kush na përshëndet tjetër? Pëllumbesha nga na përshëndet Pëllumbesha, na I thuaj pak. Juli nga Greqia. Amen, bekime për të gjithë. Nga Greqia, Rozeta nga Rodosi, Isa mirë se erdhe, Isa nga Tirana, të përshëndesim. Lavdia I qoftë Zotit, ja ku jemi përsëri bashk, dhe sot unë dua të inkurajoj, edhe të them, që Perëndia ka plane. Asnjë nga ne, Pastore Ermira mirë se erdhe, Ilir mirë se erdhe, Ela mirë se erdhe të bekuar, mirë se erdhet. Elisabeta mirë se erdhe nga Austria, Enkela mirë se erdhe, Pëllumbesha nga Korça mirë se erdhe të bekuar, nga Bureli Alda mirë se erdhe, Enkela Bekim mirë se erdhe, Franga mirë se erdhe Rozeta, lavdi Zotit, Anila mirë se erdhe Bekim. Mirë se erdhët, tash dal t'i bëjnë qik ndryshe sot. Përshëndetje Ilir nga Tirana, lavdia është e Zotit ton, që është kaq I mirë dhe që ka plane të mira për ne. Marta mirë se erdhe. Lavdi Zotit, Loreta mirë se erdhe. Enkela, e diti Loreta, njerë në 2 muaj do t'a ndryshoj se s'bën. Eriona mirë se erdhe. Sa herë që kështu I vete burit edhe thot burit, ua, më dukesh si një grua tjetër, edhe prandaj më do gjithmonë, e kupton se unë gjithmonë ndryshoj lukun, edhe I duket sikur ndryshon gratë ati, prandaj e ka dashurin gjithmonë të ndezur me mua. Gjithmonë, edhe pas 25 vite martese, burit I dukem gjithmonë sikur jam një tjetër, sa herë e bëj ekstra këtë punë. Almeida mirë se erdhe nga Italia, mirë se erdhe Shqiponja, Eriona mirë se erdhe Bekim, mirë se erdhet. Amen, lavdi Zotit, Teuta mirë se erdhe, Alionka mirë se erdhe. Amen, lavdia I qoftë Zotit. E di çfarë dua të them sot? Që Zoti ka një plan për ty. Gjithmonë nga njerë ne harrojmë që nuk jemi në këtë tokë pa një plan. Që nuk jemi në këtë tokë kot. Që nuk jemi në këtë tokë vetëm për të ngrënë, për të pirë dhe për të fjetur. Zoti na ka dhënë një shpirt dhe këtë shpirt Zoti e ka njohur që përpara se ne të vinim këtu në tokë. Dhe Zoti zgjodhi familjen, zgjodhi trupin, bile ai zgjodhi edhe ngjyrën e syve të tu. Shumë njerëz mendojnë që
nuk jam i kënaqur si jam, ti isha më i gjatë, ti isha më i shkurtër, ti isha më i dobët, ti isha më kështu. Dhe unë dua të them që Zoti edhe ngjyrën e syve e ka zgjedhur ekstra për atë mision që ai ka për ty. Gjithçka e ka bërë në mënyrë të përkryer. Dhe që Zoti të ka dhënë një shpirt për një mision këtu në tokë. Ne jemi për një mision këtu në tokë, megjithse ne jemi zhytur kaq shumë në problemet, kaq shumë në mishin ton, kaq shumë në ato gjërat e fëmijëve, familja, puna, paraja, sa harrojmë që ne kemi një qëllim hyjnor këtu në tokë. Ti ke një qëllim hyjnor. Ndoshta ti thua që nëse do t'i isha vullneti i Zotit, pse do të kisha një fëmijëri aq të vështirë? Pse do të kisha kaq shumë të vështirë jetën time? Unë dua të them, ashtu si Zoti të ka nisur me një mision, djalli të ka njohur që ti ke qenë i zgjedhur që në barkun e nënës tënde. Ai e dinte që në ty rrjedh një mision. Dhe ai ka kërkuar ç'është e mundur të shkurtonte jetën tënde. E di ti që të zgjedhurit e Perëndis janë ata që kanë vuajtur më shumë, janë ata që kanë luftuar më shumë se të gjithë të tjerët me mendimet e vetvrasjes, janë ata që janë bullizuar më shumë, të zgjedhurit janë bullizuar më shumë në shkollat e tyre, në punët e tyre. E di pse? Për të vetmen arsye, sepse djalli e dinte që ti ke qenë dhe je i zgjedhur. Ai e dinte që ti nuk ke ardhur rastësisht në këtë jetë dhe që ti je krijuar për një mision. Dhe ai ka dashur gjithmonë të çonte ty që të dorëzoheshe, të çonte ty që ti të hiqe dorë nga jeta. Ndoshta të ka marrë njerëzit që ke dashur më shumë, ndoshta je rritur jetim, ndoshta je rritur pa bukë, ndoshta je rritur në një varfëri ekstreme, ndoshta je rritur në një familje sherrri dhe shamate, ndoshta je rritur në një familje ku mbizotëronte dhuna. Dhe unë dua të them ty sot, edhe në ato situata aq të vështira, ti je sot këtu. Ti je sot fitimtar mbi gjithçka që i ligu provoi në jetën tënde. Ti je sot fitimtar, ti je munde të ligut. Ti nuk vdiqe, ti nuk vrave veten, ti nuk u shkatrove. Ja, ti arrite të jesh sot këtu i gjallë i përket Krishtit Jezus dhe ti arrite t'ja shtypësh këmbës Satanit dhe ta vësh poshtë këmbëve të tua. Djalli, ai që të ka sjell gjithçka që ti të dorëzoshe, ai që të ka sjell gjithçka që ti të bëje vetvrasje, që ti të shkatroheshe. Sot gjërat janë komplet ndryshe. Sot ti e ke vënë Satanin poshtë këmbëve të tua. Ti je fitimtari. Djalli është i humbur. Ai dështoi. Ai dështoi. Dhe unë dua të them që tani fillon një epokë e re jotja. Epoka e marrjes mbrapsh çdo gjë që i ligu ta ka mbajtur peng. Është koha që Satani të shpaguaj netët pa gjumë, të shpaguaj lotët që ti ke derdhur, të shpaguaj dhimbjen që ti ke pasur, të shpaguaj ato që ai të ka marrë. Është koha të dëmsh për blej. Është kjo kohë. Është koha tashmë e marrjes së gjithçkaje nga territori ku ai ka mbyllur. Ti besove që Jezus Krishti është Zot. Ti besove që Jezus u kryqëzua në kryq për mëkatet e tua.
Ti besove. Prandaj dhe ti fitove. Ti je fitimtari, djalli humbi. Gjithë lufta e ti ishte që ti të mos arrije, të pranoje, të vinte dita që ti të pranoje që Jezus Krishti është Zot. Sepse ai e dinte, kur ti të arrije këtë gjë, asgjë më ty nuk të mban peng. Asgjë më, sepse tashmë ti e bir i Perëndisë së gjallë. Dhe tani fillon koha e torturave për Satanin, sepse ti e ke autoritetin. Ti e ke autoritetin. Dhe ti nuk je vetëm një bir. Ka shumë që thonë jam i krishter. Ata si aprishin punën fare Satanit. Ka shumë që çdo të diel vishen bukur, lyen, rregullohen, vën varset më të mira, vën buzulykët, vën unazat, sepse do shkojnë në kish. Ka shumë që thonë jam i krishter, për të vajtur në kish. Por ti nuk je ai. Ti nuk je ai. Ti e di, unë jam bir, jam trashëgimtar, dhe unë kam autoritetin. Haleluja! Ky është ndryshimi ndërmjet teje dhe gjithë të tjerëve që thonë vete të diele në kish. Shkoj në kish. Djalli nuk ka frikë nga ata që vjen në kish. Djalli nuk ka frikë nga ata që vishen bukur për të shkuar në kish. Djalli nuk ka frikë prej tyre. Djalli ka frikë prej teje, që ti e di kush je. Ti e di nuk më duhet të shkoj në një vend tjetër për të pasur Zotin. Zoti është në mua. Ti e di që ti e autoriteti. Ti e autoriteti mbi Satanin. Ai e di këtë gjë dhe ti e di këtë gjë. Ky është ndryshimi ndërmjet teje dhe shumë të tjerëve. Ti e di kujt i përket. Ti e di që nuk i rron më ti. Që duart e tua janë duart e Krishtit. Që goja jote është goja e Krishtit, që sytë e tu janë sytë e Krishtit, që veshët e tu janë veshët e Krishtit, që trupi jot është trupi i Krishtit. Ti e di këtë. Shumë të krishterë janë të krishterë, por nuk din asgjë. Ata thonë besoj tek Jezusi, por presin kur të vdesin për të shikuar mbretërinë e Perëndisë dhe për ta pasur jetën e bukur pas vdekjes. Por unë dua të them të sot, ti je ndryshe. Ti e di kush je. Ti e di që qielli jeton në ty. Ti e di që ti je i ulur në të djathtë të Perëndisë. Që tani ti je një banor i qiellit këtu në tokë. Ti e di këtë gjë. Të tjerët nuk e di. Të tjerët presin të shkojnë në qiell një ditë kur të vdesin. Kurse ti e di, qielli është me mua tani. Që tani, kur unë u bëra bia e Perëndisë që besova në Krishtin Jezus, shpirti i Perëndisë jeton në mua. Dhe unë jam një popull i zgjedhur për Perëndin. Unë jam një qytetar qiellor, megjithse kam një trup në mish. Ti e di këtë gjë. Prandaj Satani ka frikë prej teje, prandaj të ka luftuar gjithmonë. Prandaj ka kërkuar të vjedhi jetën, të vjedhi të ardhmen, të vjedhi që ti të mos arrije të njihje këto të vërteta. Por Satani humbi. Ti tashmë i di, i beson
dhe qëndron si një banor i qiellit këtu në tokë. Kur Jezusi tha, unë bëj ato që shikoj tek Ati. Unë bëj ato që shikoj tek Ati. Dhe ti thua, më fal, si i shikon Jezusi? A nuk është ai tani në mish këtu? Të unë dua të them ty, mbylli syt dhe shiko si Jezusi shikonte. Shikoje që çdo gjë është e mundur për Zotin. Dhe ti je pjesë e Zotit. Shpirti i ti është në ty. I njëjti shpirt. Dhe bëj atë që shikon tek Ati. Çfarë shikonte Jezusi tek Ati? Që Zoti është i mirë. Që Zoti do që të gjithë të jenë të shëruar, të gjithë të kenë shëndet. Zoti e ka pushtetin mbi Satanin. Dhe që tani ti ke të gjithë të drejtën tënde, si biri Perëndisë i gjallë, të jetosh në liri, në shëndet të plot, në gëzimin e Zotit, dhe të sundosh mbi çdo vepër të Satanit. Kur Jezusi tha, unë bëj atë që shikoj tek Ati. Bëj edhe ti atë që shikove tek Jezusi, atë që shikon çdo ditë tek Jezusi. Çdo ditë në pasqyrën ku ne rregullohemi. Çdo ditë bëj atë që shikon tek Jezusi. Ti je zgjedhur për këto kohë. Ti ke lindur pikërisht në kohën e duhur tani. Zoti shikovi kohën kur ti duhej të lindje. Ti nuk linde 100 vjet para. Dhe ti përkisje një epoke tjetër dhe ne nuk do të ishim bashkë sot, sepse koha nuk ishte gati. Zoti për atë kohë 100 vjet më parë, bëri të lindnin ata persona që ishin për atë kohë. Ne na lindi në këtë epokë. Nuk është rastësi takimi jon, nuk është rastësi që ne Zoti solli internetin, nuk është rastësi që ne sot flasim, e dini ju, para 26 vitesh, 27 vitesh, tamam, para 27 vitesh, unë punoja në bashki. Dhe në lagjen ku isha unë, në Honolulu të Vlorës, sepse tani është për këtu qarë qyteti, po atere ishim vetëm 2 shtëpi këtu. Dhe kryetari i bashkisë dha urdhër që mua të më vinte telefoni deri në shtëpi. Dhe kështu gjithë posta u organizua dhe sollën telefonin në shtëpinë time. 6 muaj më vonë, unë i ka në Gjermani. Por telefoni im, shtëpia e mamas time, u bë si posta. Njerëzit telefononin, familjarët e tyre dhe linin të takoheshin në mamaja ime, ku flisnin në telefon me të afërmit e vetë. Atëherë, kur unë kisha në Gjermani një vit më duke, dolën telefonat Nokia, që ti mund të flisje me telefon. Dhe unë me një mikën time, pam në televizion, që u tha që mendohet që do të vi një ditë, që nga telefoni do të shikohesh dhe do të flasësh. Dhe unë me shoqen time, kemi qeshur kaq shumë. Ne tham, qa është kë budalalek? Ne qeshëm dhe tham,
çdo gjë është e mundur, po që njerëzit të shikohen e të flasin nga telefoni është e pa mundur. Pse tham ne është e pa mundur? Sepse mendja jonë shikon të vetëm gjërat që ne preknim, që ne shikonim, që ne hanim. Dhe nuk mund të mendonim që do të vinte një ditë që do të shikonin nga telefoni dhe do të flisni. Por Zoti kishte plane të tjera. Zoti kishte plane të tjera. Ja ku jemi. Ne shikohemi. Për atere ishte një budallalek, një fantazi, diçka për të qeshur, kurse sot Zoti e ka bërë mënyrë komunikimi. Dhe ne akoma nuk e dim se çfarë mund të vi. Ama një gjë e dim. Që ne brezi jon jemi zgjedhur si asnjë brez tjetër të sjellim mbretërinë e qiellit këtu në tokë. Asnjëherë nuk ka qenë kjo njohuri për Krishtin që ka ardhur tani. Mendjet kanë qenë të mbyllura. Unë nuk kam dëgjuar në asnjë kish të thuheshe hapur që shpirti që ishte në Zotin është në ty. Që ti ke autoriteti ty për kokën satanit, ai është poshtë këmbëve të tua. Nëse do ta thoshe, do të thoshin, i ke mend të ti moj Alketa. Qa thua ti moj? Jezusi moj e kishte këtë të drejtë, kush jemi ne moj, kush jemi ne? Nëse jemi askush moj, si mund të thuash ti që satani është poshtë këmbëve të tua, është poshtë këmbëve të Jezusi, jo të tua. Brezi par nuk kishin arritur në këtë njohuri, sepse shpirti religiozitetit dhe i farislekut ka sunduar kishat. Djalli nuk donte që të vinin këto zbulesa. Dhe njerëzit visheshin bukur, rrobat më të bukura për të dielën që do veten kish, por shkonin në kish thjesht për të pasur disa momente të bukura, por Krishti ngeleshe në kish, edhe të herën fillon të jeta vetë, pastaj t'ja dal si t'ja dal deri të dielën tjetër që të vete në kish. Kurse ju, motrat e mia dhe vëllezërit e mi, ju nuk jeni ky generacion. Ju nuk jeni këta bi të Perëndis. Ju jeni ai generacion dhe ata bi dhe bia që e din kush janë në Jezus Krishtin. Ti nuk pret me një të djel që të sundosh satanin. Por ti e di që satani është poshtë këmbëve të tua çdo ditë. Që në mëngjes kur vjen i ligu edhe të thot, sot është ditë koti, sot këdo jesh sëmur, sot zbet gjë. Që në mëngjes ti e di, ti e poshtë këmbëve të mia satan. Prandaj i ligu të ka luftuar kaq shumë. Prandaj ai ka bërë ç'është e mundur që ti mos të ndiqi Alketën. Prandaj ai e ka luftuar kaq shumë Alketa Auer, sepse ty do të hapej mendja edhe ti do të sundoje mbi te. Por ja që i ligu humbi. Ja ku je ti, sot ku ti e ke kuptuar, Jezusi është me mua. Unë vdiqa për sëmundjen, unë vdiqa për mallkimin, unë kam vdekur për të ligën, unë roj për Krishtin, Krishti ron në mua. Thuaja që zemrës tënde. Ndoshta ti sot ke një ndjenjë trishtimi që kërkon të të marrë frymën. Ndroshta mendime që kërkon të të vjedhin paqen.
Ndoshta ti je duke luftuar me një mendim, si do bëj me punën time, kur do martohem, a do lind fëmijë, çfarë do bëhet? Unë dua të të them sot. Thuaj zemrës tënde. Thuaj. Zemra gënjehet shpejt, por e vërteta triumfon gjithmonë. Dhe e vërteta është. Thuaj e në qikë. Unë jam biri Perëndisë së gjallë. Unë e kam mundur Satanin që ditën që zgjodha Jezus Krishtin si Zot. Dhe unë kam vdekur për mishin tim, për egon time, për mëkatin, kudo ku Satani mbaj në mua, tamam lindita, kudo ku Satani mbaj në mua, unë kam vdekur. Unë kam vdekur për xhelozin. Unë kam vdekur për inatin. Unë kam vdekur për mosfaljen. Unë kam vdekur për konkurrencën. Unë kam vdekur për smundjen. Unë kam vdekur për vjedhjen, për thashetemet. Unë kam vdekur për gjithë shka ku mbaj dhe ushqej Satani, unë kam vdekur. Unë roj për Krishtin. Keni par juve, keni shkuar në përvareza? Keni par ju një të vdekur që të çohet e të kërkoj të haj, të ziret, të kërkoj të keti nate? Nuk e ke parë. Sepse i vdekur jash i vdekur, na s'ka me ati asgjë. Edhe ne kemi vdekur për çdo gjë ku ushqej Satani. Thuaj në qikë zemrës, unë roj tani për Krishtin. Çdo gjë në mua i përket Jezus Krishtit. Nuk roj më unë në egon time. Tashmë ron Krishti në mua. Dhe kjo është me të vërtet kështu. Është me të vërtet 100% kështu. Krishti ron në ty. Do të tregoj një dëshminë citani. Prit citani. Vi me avion kur vi para, se mbaj mend sa ditë kam këtu në Shqipëri. Bo si iku koha, pa e marrë vesh fare. Nëse kur vi, futem në një fugon, edhe thash do ulem atje në fund fare, që mos të çojmë 100 herë. Edhe ula në fund fare. Edhe pastaj vjen një vajz, ulet aty afër meje, nuk folëm as një fjalë. Në rregull, ishte fugoni pothuajse plot. Çohet kjo vajza, edhe shkon para, edhe flet me atë shoferi, mirë, punë e saj, a thash okej. Edhe ajo më thërret mua, më thot mua të lutem merre çantën dhe hajde se ne të dyja do ulemi këtu para. Thash lavdi Zotit. Por, që në fillim, gjithmonë unë i them vetes time, lum ata që më kanë pranë. Lum ata që e kuptojnë që Zoti është në mua. Çdo unë shkoj tek dentisti, ose ule me dikë pranë, ose shkoj në floktore, e vetmja mendimi im i them, lumë si ti, që ke të bësh me mua. Duart e tua, le të mbushen me jetë. Duart e tua, le të marrin shërimin edhe të rrjedhin në ty, sepse ti po më shërben mua. Dhe, kur gjatë gjithë rrugës në avion, unë nuk bëra gjë tjetër, përveç të thash, Zoti ron në mua. Zoti shikon nëpërmjet syve të mi,
Zoti dëgjon nëpërmjet meje, Zoti shijon nëpërmjet meje, sepse Zoti nuk ka trup. Zoti, fjala e Perëndis thot që Zoti është shpirt. Zoti është shpirt. Edhe Zoti kërkon ne që të rrojë nëpërmjet nesh. Por ai nuk mund të rrojë tek çdo njeri. Ai rron tek ata që janë larë në gjakun e Krishtit, sepse ai është i shenjtë. Edhe ti që beson në gjakun e Krishtit Jezus, që beson tek Jezus Krishti, atëherë ti je i larë dhe Zoti rron në ty. Ai shijon nëpërmjet teje. Ai dëgjon, prandaj ti nëse je i krishter nuk mund të dëgjosh tani ato muzikat si të çmendra ba. Si janë më për Zotin ato, se Zoti dëgjon ato bo. Ti dëgjon këngë adhurimi. Ti dëgjon këngë të bukura. Sepse ti e di, ato që dëgjon ti, dëgjon Zoti. Nëse Zoti rron me ty, rron në ty, ti nuk mund të shikosh filma horror. Ti nuk mund të shikosh pornografi. Mendoje, Zoti shikon nëpërmjet teje dhe thot, biri im, qa po ben? Bia ime, qa po ben? Edhe ti, tha, da do shikoj një qik ca horror film ose ndoj një gjek shtu, qezhi mezhi. Edhe Zoti është brenda teje, ai përdor trupin tënd për të folur njerëzve, për të parë me sytë e tu, për të dëgjuar me vesht e tu. Pra, mendoje, Zoti jeton në ty. Dhe, mendoje tash, wow, kjo vajza e di se këmori pranë. Dhe të them të drejtën, ka qenë një udhëtim fantastik me Mozën, Moza quaj, pastaj më tregovi emrin, një vajzë e mrekullueshme. Dhe çdo që Zoti ma bëri rrugën, që është 2 orë e gjysmë, sikur ishte 5 minuta. Më ka kënaqur dhe gjatë gjithë ditës, gjatë gjithë këtyre ditëve, nuk e kam ndier ditën se si ka ikur. E kam shijuar çdo gjë me atë zëmrën, Zot çfarë do t'i hojtë, çfarë do t'i sot, ku do të shkojmë sot, me kë do të takojmë sot, me kë, dhe Zoti ma ka mbushur plot. Dhe unë dua të them të sot. Amen, Lindita, me gjithë zemrën time. Ti je tempulli i Perëndisë së gjallë. Kur Zoti e thot këtë gjë, nuk bën shaka. Nuk thot, po e shkruaj që ti je tempulli i Perëndisë, por në të vërtet nuk është e vërtet. Ti mendo, po nuk është e vërtet. Kurse unë dua të them ty sot, ti je tempulli i Perëndisë. Kur fjala e thot që Zoti rron në ty, atëherë nuk ka shaka. Zoti rron vërtet në ty. Ai rron brenda teje. Ai prek me duart e tua, ai ha me gojën tënde, shijon me gojën tënde. Ai dëgjon. Dhe ti mund ta hash jo për të mbushur. Shumë njerëz kur mua më hapi mendjen Zoti këtë, që Zoti shijon nëpërmjet meje. Atëherë thash stop, çdo gjë që unë kam ngrënë më përpara ta ha të mbushem, ta ha. Kjo ka qenë çlirimi im nga fryma e grykësisë edhe nga gjithçka tjetër, sepse çdo gjë që e ha, e pi, e bëj, Zot të shijon ty. Po e ha, të shijoj edhe ty. Mos të ha, haj ta mbush barkun, por të ha, faleminderit, Zot, që ti je në mua, edhe ta ham dhe ta shijoj. Pra, ndryshon mënyra e të menduarit, mënyra e të shikuarit të gjërave, mënyra se si ti e sfidon sëmundjen. Kur ti e di që
ti je tempull i Shpirtit të Shenjtë, Jezusi jeton në ty, atëherë ti ke vdekur për sëmundjen. Nëse i ligu të tundon me dhimbje në trupin tënd, e vetë një gjë që ty të duhet është, unë kam vdekur për dhimbjen. Krishti ka trupin tim. Dhe ku është Krishti, s'mund të rritet sëmundja. Sepse nuk mund të dal nga dardha hithra, nga arra të dali lajthia, nga rushi të dali kumbla. Pra, nëse ti do të kesh Krishti në ty, dhe ti e di me vetdije të plot që Krishti është në mua, atëherë ti do të kesh shëndet, do të kesh kthjelltësi në mendjen tënde. Ti e di që mendja jote është mendja e Krishtit, kështu thot fjala. Kështu thot fjala. Unë kam mendjen e Krishtit. I ligu nuk ka pun tjetër, ai ka pun të të tundoj, ka pun të trokasi në mendjen tënde. Ajo është pun e ti. Aman kur ti e di dhe e di, ky mendim nuk është timi. Unë kam mendjen e Krishtit, edhe ky mendim s'ka mundësi të jetë timi. Sepse unë bëj ato që shikoj tek Ati. Dhe çfarë shikoj tek Ati unë? Kjo është ajo që unë shikoj tek Ati. Që Zoti ka mendime të mira për ne. Këtë shikoj unë tek Ati. Ky është Ati, fjala që flasim, që mendime të mira ka Zoti për ne. Edhe që Zoti thot kini mendime të mira. Pra çdo mendim tjetër nuk është nga Zoti. Edhe ti mund të thuash, unë kam mendjen e Krishtit. Dhe djalli me njerë do të shkoj përsëri poshtë këmbëve të tua. Atje e ka vendin ai. Kur ti deklaron unë kam mendjen e Krishtit, ati nuk i ngelet gjë tjetër, përveç se të vej poshtë këmbëve të tua. Është kjo epokë, djalli gënjen, kur thot është fundi botës. A i gënjen, kur thot që i ligu është më i fort, shiko është bota e të ligjve, bëj të ligën që ti jesh i mirë. Takova unë 2 persona këto ditë, edhe më thanë, në këtë botë duhet jesh i ligë që të të eci. Duhet jesh i ligë që të respektoj njerëzit. Kjo nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. I ligu, thot bëu i ligë, se ai e di pastaj të ka brënda kurkurës së vetë. Por ne nuk bijem në kurthin e ti. I ligu e ka të shkurtë të rrugën. Të ligut i shkurtohet shpejt gjithçka që e ka planifikuar ta ketë të gjatë. Kurse ai që mbahet në Zotin, ai që bën të mirën, ai që qëndron tek e mira, ai ndoshta për botën duket një çik budalla, si qesh kur të tërë qajnë, por fundi do ta tregoj që ti do t'jesh gjithmonë fitimtar. Dhe ti je zgjedhur për këtë kohë. Ti je zgjedhur të shikosh Krishtin e të mundësh gjithçka. Nëse ju kujtohet në Dhjatën e Vjetër, Izraelitët filluan vetëm të qajshin. Ata filluan dhe po thoshin, ne ishim mirë në Izrael, në Egjipt, ne kishim të nxjerrën plot me mish në Egjipt, ç'na u desh neve që erdhëm këtu në shkret të tir, ne ishim aq mirë atje. Dhe Zoti e urren ankesën, të qarat,
Zoti u rren kur nuk fokusohemi tek bekimi dhe tek gjërat që vijnë për së larti, po fillojmë dhe ankohemi dhe qajemi. Kur ne ankohemi dhe qajemi, gjarprimt vinë dhe kafshojnë pjesë të jetëve tona. Kur ne ankohemi dhe qajemi, atëherë i ligu ka autoritet në ne. E dini gjarprimt kafshuan shumë njerëz që kishin shpirtin e ankesës dhe të qarjes. Dhe shumë të krishterë që Zoti i ka shpëtuar, i ka shëruar, i ka bekuar, ju ka dhënë gjithçka që ata kanë. Aty ku ti je tani, je, sepse Zoti ka dashur që të jesh aty. Dhe kur ti fillon dhe ankohesh, ja, erdha në Itali, po tani më duhet, s'kam shtëpi madhe, ngela në këtë të vogël. Në Shqipëri e kisha shtëpin vil moj vil. Çmudesh mua që erdha në Itali, çmudesh. Në Shqipëri isha mësuese. Punoja, kisha rrogën time, rrogë, po qa rrogë. Vi unë punoj tani me të laret shplara dhe italianët. Çmudesh mua kjo gjë. Pra, ti u lute Zotit të vesh aty. Ti shkon edhe tani merr gur edhe pas Zotit. Ti merr prap gurin tjetër, mbrapa Zotit. Pra, të mirën që ti a kërkove, që ai ta dha, ti e merr në dorë tani si një gur dhe ja jep Zotit, e pa ditë Zotit. Por Zoti nuk e do këta. Ti duhet të mësosh të kesh një zemër falenderuese. Duhet të mësosh të bësh të mirën me gjithse të gjithë bëjnë të keqen. Duhet të mësosh të thuash të mirën me gjithse të gjithë thonë të keqen. Duhet të mësosh që ti e ke autoritetin, ti lutesh për njerëzit dhe ata shërohen. Thua ti jo, po edhe një 5-6 të krishterë që një unë lutem, po s'ndodh gjë. Ti nuk je si të tjerët. Ti nuk je. Shumë mund të luten, por se kanë iden kush janë ata në Krishtin. Nëse ti nuk e di kush je në Krishtin, lutu sa të duash ti. As shërohen, as shlirohen, demonët qeshin, të rikem lerati. Njerë një vajzë u lutë për dike, edhe po e urdhëron të demonin dhe i tha, dil prej saj, edhe demoni foli dhe i tha, u bere ti të më thuash mua dil prej saj. Qa bore vetë mbrem, pa më trego pak? Pra, demoni e dinte që ajo vetë ishte në faj, që ajo vetë jetonte më keq se ai personi që i thoshte dil prej këtij ti demon. Pra demoni flet dhe i tha, po ik me ti, qa bure vetë mbrëm ti me i tha. Pra, e shikoni ju që në botën shpirtërore është çdo gjë e hapur, nuk mund të fshesh. Aman ti e di kush je në Zotin. Ti e di që ti e birë dhe je i shpëtuar, je i falur për hir të Jezusit. Dhe ti e gjen identitetin në Jezusin. Pse demonët të kundërshtojnë? Sepse ata e din që ti po shkon në emrin tënd. Sepse ata e din që ti ke frikë nëse je tamam në Jezusin apo jo. Dhe ata i shikojnë gjërat shpirtërore. Në shpirt nuk mund të fshihesh. Por unë dua të them, tani është koha jote. Është koha jote motra ime. Është koha jote vlla im. Që ti të kuptosh që je birë, që identiteti jote është identiteti i birërisë, dhe që as një magji, as një mallkim, as një sëmundje, as një komploti të ligut nuk funksionon mbi ty. Funksiononin kur ti nuk kishe Jezusin si Zot dhe shpëtimtar. Funksiononin
kur ti nuk e dije kush jeton në ty. Por tani nuk funksionojnë më. Prandaj djalli ka frikë prej teje. Dhe prandaj tani është koha të marrësh mbrapsh gjithçka që ai të ka marrë. Merr mbrapsh gëzimin tënd. Kur i ligu vjen me ndjenja rëmuj, kur i ligu vjen me bombardime shqetësimesh, kur ai vjen duke të paditur, duke të gjykuar, duke të dënuar, qo sot me identitetin tënd të ri. Biri Perëndisë së gjallë, dhe që ty të shden autoritetit e esësh mbi gjarprim dhe mbi akrepa dhe asgjë nuk do të prek. Djalli do t'ik me vrap për para teje. Dhe ai është i detyruar të lëri territorin tënd. Edhe gjithë shka që të ka vjedhur, të kthehet 7 fishi, thot fjala. Dhe thua i vetes tënde tani, unë jetoj për Krishtin Jezus. Amen, lindita. Nuk roj më unë, Krishti ron në mua. Dhe prandaj kërkoj mbrapsh gjithçka që më është vjedhur. Me dëm shpërblim. Sepse që sot unë e di dhe e di dhe e di dhe e di dhe e di kush jam. Unë jam bia e Perëndisë së gjallë. Unë jam biri i Perëndisë së gjallë. Zoti ron në mua. Zoti ron në ty. Thua e në qik, Zoti ron në mua. Zoti ron në mua. Zoti ron në mua. Duart e mia janë duart e Krishtit. Verini duart në pragu i familje, në pragu i derës tuaj. Bekojni pragun e derës tuaj. Tuaj këtu janë duart e Krishtit dhe unë lëshoj bekimin në këtë shtëpi. Heq mallkimin dhe vendos bekimin. Shkoni në jasteku i fëmijëve tuaj. Verini duart mbi jastek. Janë duart e Krishtit. Amen në kela. Edhe thuaj, unë heq mallkimin. Unë heq mendimet satanike, unë heq mendimet që ka futur i ligu. Duart e mia, rrjedh Krishti, rrjedh fuqia. Dhe unë vendos mendimet e Krishtit. Sa herë natën kur mua më del gjumi dhe nuk e kam burim shumë në krevat, e vetmja gjë unë s'ka rëndësi në çfarë ore. Unë e vë dorën time mbi jashtëk dhe them Zot kudo që është, unë në mendjen e tij. Sepse fjala e Perëndisë thot, ne jemi një mish. Atëherë ne kemi të drejtë mbi burrat tanë. Ju keni të drejtë mbi nuset tuaja. Ti quani pjesë tuaja. Ta quani pjesë tuaja. Një gjë unë dua t'ju them. Gjërat nuk bëhen me inat. Në frym, nëse do të fitosh, nuk është inati. Nuk është e thirrura. Nuk është asagjërimi ditë me radhë. Ajo që është, ti duhet ta dish e ta dish e ta dish e ta dish në zemrën tënde. Zoti ron në ty. Shpirti i Perëndisë është në ty. Dhe çdo fjalë jotja del nga Krishti. Filloni duajeni veten tuaj si Zoti ju do. Pendohuni
për çdo fjalë që keni thënë kundër vetes. Sepse Zoti ju bëri një krye vepër. Zoti nuk bën vepra do si do. Zoti nuk bën vepra për të shtyr kohën. Vajza ime në kohën e adoleshencës pikturonte ca piktura, motra ime. Ti shikoje të zinte të meri. Të meri të zinte. Por, Zoti nuk bën piktura të tilla. Zoti nuk bën as vepra që thot një ditë se ju bie vlera. Zoti bën krye vepra. Që sa më shumë i kënkoa, aq më shumë i rritet vlera. Dhe ti je një i tillë. Çdo ditë, sa më shumë ditë ikin, ko ikën, aq më shumë ti shkon nga lavdia në lavdi. Aq më shumë ti përsosesh në Zotin. Aq më shumë ti e lan zemrën tënde në fjalën e Zotit, nuk ka më vend për mosfalje, nuk ka më vend për urrëtie. Zemra jote është tamam zemra e Krishtit. Ti i do njerëzit, ti nuk i gjykon njerëzit, ti nuk i dënon njerëzit, ti i fal njerëzit. Ti nuk kujton me të shkuarën tënde. Ti ke mbyllur ato gjëra, ti ke falur ato të kaluar. Zemra jote është bërë një lloj si zemra e Krishtit. Sa më shumë kohë shkon, aq më shumë ti përsosesh. Aq më shumë njerëzit, vetëm kur janë në praninë tënde, vetëm kur të shikojnë, thonë, wow, çfarë shkëlqimi, çfarë jete është kur ma afrohet kjo vajzë ose ky djalë. Sepse ti po përsosesh çdo ditë. Ti po mëson mendimet që nuk lëvdojnë Zotin dhe që nuk janë të mira, nuk ju jep fare vend. Ti ke kuptuar, ti thua Satanit, jo, me mua jo. Me mua jo. Edhe jo vetëm me mua. Po fjale Perëndis thot, një prej jush do të boj 1.000 prej tyre. 1.000. 1.000. Elia kishte autoritet mbi gjithë popullin e Izraelit. Kurse ti që je në Zotin Jezus, në çdo territor ku je, ti je autoriteti. Ti je autoriteti. Prandaj unë dua të them ty sot. Thuaj vetes. Thuajnë qik vetes. Lum ata që më kanë pranë. Lum fëmijët e mi. Lum motrat e mia. Lum vëllezrit e mi. Lum prindrit e mi. Lum nipër e mbesa. Moj lum qyteti që më ka, moj lum qyteti. Pa thuajnë qik, lum Greqia që më ka, lum Shqipëria, sepse unë jam bekim. Mos pritë ta thonë të tjerët. Ndoshta ti thua pas njeris më ka thënë një fjalë të mirë, erdhi burri në shtëpi, një fjalë të mirë nuk më tha. E dini, nëse do të dëgjoja unë burrin tim, kush e di ku do isha sot? Kush e di ku do isha? Burri i gatuaj unë, moj le t'ja gatuaj nga njerë markome të vërtet them do gatuaj. Do të haj, i mungon të ca kripa. Po ti, pse si odhe një qik djekse? Më fal, nuk ta kam bler atë kines që në aty atë zoja, pse si odhe atë sojën ti kishe dhe një qik shie? Aman, prap makarona ke berë. Pra, a i do t'a gjej gjithmon një arsye që i mungon një gjë. Por e dini çfarë? Unë kam mësuar të dua veten si Zoti më do.
Ta shikoj veten me sytë e Krishtit. Të mos pres asgjë nga njerëzit. Luma ai që më jep një kompliment, po s'madha, punë e madhe. I bëj vetë komplimente vetes. Pra, dëgjoj mua. Mos prit nga të tjerët. Thuaj vetes. E dini, në fillim fare kur isha martuar me Julianin, çdo javë purim më sillte një tufë me lule. Kush ishte mësuar me lule me motra ime? Isha mësuar me lule, unë të vija në shtëpi. Po hajde, me që mi sillte thash lavdi Zotit, po misja. Një ditë, kalojmë në një rrugë bashkë, kur na del një goxha çup atje në rruga, shitësia e luleve. A, Julian, do blesh lule? Po, tha Julian. Futemi ne. Unë thash, i blinte lule të burim, nja 5 euro, thash, 5 euro, s'ka problem, hajde. Kur merr Juliani, merr këtë lule. Tha ajo si gjithmonë, tha Julian. Merr ajo. Kur paguan, më duke 39 a 59 se mbaj mend. Qa thua, thashe? Pague ke ti. Më duke 39 se mbaj mend tani. 39 euro? Pa atëherë unë punoja tërë ditën për 39 euro. Qa thua, ore? I vara qerpallat unë. Tash s'dua lule sikur të shtëbet. Plus që më vinte më merqe me bla bla me atë vajzën atje. Plus i jepte dhe lek. Gjasme për mua. Dhe kështu, unë fillova po thosha. Lulet nuk i dua fare. Nuk më pëlqejnë lulet. Si dua fare, barishta koti që më marrin lekët 4 ditë në tavolinë dhe hajde hidhi, lekët e edhura kot. Nuk i dua. Nese ndaloj burim, se tha nuk i do lulet Alketa. 20 vjet, s'më bledi një lule. Moj 20 vjet. Pastaj filloj po m'vite i natë mua. Gjithë bota ju blen lule nuseve, kuj s'më blen një lule. Unë vete qova që mos mi blinte. Pastaj më fillovi i nati. Filani i kështë bler nuses. Lule, burim s'më blen. Burim më thoshte terve, nusja i me lule zdo kjo si do lule. Edhe, ja o që arreskun vetes unë, që thoni juve. Pra, shumë gjera, ne ja ishim rëskun vetes, sepse ne mendojmë, i qojmë mendimet tona, i ngushtojmë dhe i futim në atë dimension, që na vidhet paqja, që na vidhet bekimi, që na vidhet gëzimi. Në shumë drejtime ne ja bëjmë vetes ton këta. Pastaj që të më blinte prap lule, më desh të fusja vajzat e mia si mik, edhe që të thosha që më ka ndryshuar shia këto ko, do ti që më pëlqejnë lulet. Edhe tani ka një 3 vjet burim, njerë në javë na i blen lulet, po na i blen qikë shu të lira, do me thënë, jo si më përpara. Se më përpara nuk kishte lule në supermarket. Tani këto kohët e fundit ka në supermarket. Hajde, 3 euro lulje mirë është. Pra, në shumë gjëra, ne ja ngushtojmë vetes tonë të drejtat. Ne ja heqim bekimet vetes tonë. Dhe pastaj, ne nevrikosemi me njerëzit, me situatat. Dhe unë sot të ftoj ty, të thuash Zot më fal, çdo gjë që kam mbyllur me gojën time në jetën time. Pendohem çdo gjë ku kam folur dhe kam shitur bekimin tim. E dini, ishin 2 vëllezër, njëri quaj Jakob edhe njëri quaj Esa. Esau ishte shumë i dhem pas ushqimit. Jakobi ishte shumë i dhem pas bekimit. Esau kishte lindur i pari dhe e kishte me liq bekimin e para birëris. Pra me liq shpirtëror fizik i takon të Esaut që të ishte kryetar mbi Jakobin, sepse ishte më i madhi.
I takonte me ligj të bente ligjet për Jakobin, sepse ishte më i madhi. Por puna është se Esau ishte shumë i dhënë pas ushqimit dhe pas gjerave materiale. Jakobi donte më shumë nga Zoti. Kështu një ditë, Esau vjen shumë i uritur, i bie era sup, edhe thot, ma jep të ha nga supa jote. Jakobi, që ishte shumë i dhënë pas bekimit, i tha, unë të jap supën, po të më shesësh mua bekimin tënd. Pra parë birëri do të thot bekimin dhe autoritetin. Dhe Esau, që ishte i fokusuar vetëm në gjërat që shikonte, dëgjonte, shijonte, tha, qa më duhet mua bekimi dhe autoriteti, kur unë nuk kam për të ngrenë tani, dua të ha tani, mere para birërin, mere autoritetin. O, bo, qfar u bë? Esau tha, është një fjalë goje, bëra shaka, po unë jam gjithmoni pare dhe rinduri. Të gjithë e dim nuk ishte shaka. Jeta erdhi në mënyrë të tillë që Jakobi të bëj shef mbi Esau, të merrte parë birërin, të merrte autoritetin, dhe në Jakobin i jemi mbjell edhe ne. Pse? Sepse Jakobi luftovi dhe mori atë që donte. Si e mori? Nga budallëku i Esaut. Shumë gjëra ne kemi qenë të cekët, të budalepsur, të nisur nga gjërat materiale, të nisur nga gjërat nga kompromiset, dhe shumë prej nesh që jemi në situata që jemi tani, është sepse ne kemi shitur bekimin ton, parë birërin ton. Edhe ka mënyra të ndryshme shitjeje. Prandaj unë të ftoj sot, të thuash Zot unë pendohe. Kudo ku e kam shitur bekimin tim. Kudo ku kam shitur jetën time. Kudo ku kam shitur autoritetin tim. Çdo kompromis që kam bërë, unë pendohe. Dua të them, fjala pendohem është si sapuni më i mirë që ekziston. Është një sapun që heq çdo vull. Njërë shkova të pastroja tek një qeraxhi imi, edhe ai e kishte bërë dushin, nuk hiqeshe, katastrofë, bot, nuk bëjgje. Edhe i them burrit tim, më vjen keq, nuk pastroj. Edhe më thot burri me çfarë lave? E i tregova unë atë që lanë xhamat. Po jo, moj grua, tha, jo. Çdo pun do veglat e veta. Edhe më sjell një shishe, edhe më tha mua, shko lyeje me këtë, 10 minuta ulu të shlodhu, mos bëj asgjë. Pastaj, merr një leckë të tha, shkoj, edhe po su pastrua, lere se nuk bëhet më. Thash, unë ndejta atje me këtë, si thonë atë të hekurit, me sitë, me gjitha, po thash, haj, po e provoj tani. Shkova, bëra si shmë tha, do ti moj motra ime, unë ja shkoja leckën, ajo beshe xham, po qa xhami. Donte ilacin e vetë. Që të lajnë gjëra që ne kemi thënë, kompromiset që ne kemi lidhur, që të marrim brap çdo gjë që na është vjedhur. Atëherë, duhet
të lajemi me fjalën unë pendohem. Fjala thot në Bibël, kur ne pendohemi, e dini ju, është një fjalë që lanë gjithë shka dhe rivendos autoritetin e Zotit. Më kujtohet një vajzë që duhet të merrte çlirim. Edhe i ligu thoshte, jo, ajo nuk merr çlirim sepse nuk pendohet me gjithë zemër. E di çfarë? Fjala ka autoritet. Fjala. Edhe kur unë i thosha asaj vajzës, thuaj prap se prap, unë pendohem. Në atë kohë një dorë ju be këtu në gryk dhe se linte atë vajzën të fliste. E vetë një fjalë që ajo do thoshte ishte, unë pendohem. Dhe djalli nuk e linte, sepse ai e dinte, kur ne themi unë pendohem, ai duhet të leri territorin. Ka kaq shumë fuqi fjala unë pendohem, Zot. Shumë njerëz i ka gënyer Satani kur u thot ti duhet ta ndjesh me gjithë zemër pendimin. Unë dua të them, kjo është një gënjeshtër. Deklaroje unë pendohem sot. Edhe ai pendim do të zbres në zemër. Po kur ti prit që ta thuash me zemër, i ligu ka të drejtë të rri aty. Dhe kur zemra jote nuk do të zbutet dhe pendohet me të vërtet. Për aq kohë sa është ulur i ligu, dhe ti thua, okay, unë dua ta ndjej pendimin të më vinë në zemër, i ligu thot, prit, territori im kësi ki unë. Ai nuk ta liron vendin nëse ti nuk jep urdhër me gojën tende dhe thua, unë pendohem. Atëra ishte i detyruar ti iki. Dhe zemra jote do të zbutet, do të pendohesh me të vërtet, por së pari është fjala, motra ime. Fjala është krijimi, fjala është autoriteti, fjala është ai që t'i jep të drejtën, fjala është ai që i bindet Satani, fjala, jo ndjenja, fjala. Prandaj, thuaj unë pendohem me gjithë zemër. Çdo bekim që e kam shitur. Çdo gjë që kam thënë kundër jetës time. Çdo gjë që kam mbyllur në jetën time. Unë pendohem për çdo të drejtë që i kam dhënë të ligut në jetën time. Unë pendohem. Dhe Zoti i shkul me rrenjë të gjitha të drejtat që i ligu kështë filluar të kishte një jetën tënde. Dhe ty të rivendoset parbirëria, të rivendoset bekimi, të rivendoset e drejta për të sunduar. Të rivendoset, është tëndja. Dhe ti nuk e shet bekimin tënd. Pendohem, Zot, për zemër një falenderuse ndaj Teje, për ankesat e mia. Pendohem. Pendohem për çdo shkëmbim jete që kam bërë. Sa njerëz i kanë shkëmbyer jetët e tyre me të fëmijëve të tyre. Sepse u kanë thënë vdeksha unë për ty, marr çat ligat e djalit ti, marr çat ligët e fëmijëve të mi. Çfarë ke bërë ti? Ti ke bërë shkëmbime shpirtërore. Pendohuni për çdo shkëmbim që keni bërë. Pendohuni. Falni pak se kush më ka marrë në telefon, duhet të përgjigjem pak. S'ka lek. Thot krediti mbetur në kartën tuaj ka mbaruar. Pra,
Të dashur, një fjalë unë pendohem të rikthen në tokën e bekimit. Të rikthen të gjitha të drejtat që ti ke humbur, me dëshirë apo pa dëshirë. Unë pendohem. Amen. Dhe kjo është frika e të ligut. Që ti me vetdije të plot e di që Zoti ron në ty. Që ti me vetdije të plot e di që i njëjti shpirt që ishte tek Jezusi është tek ty. Ti je zgjedhur për të ndryshuar botën. Ti je zgjedhur për të ndryshuar familjen tënde. Ti je zgjedhur për të ndryshuar situatat në punën tënde. Ti je zgjedhur të çosh bekimin. Ti je zgjedhur. Prandaj mbusheni zemrën me gëzim. Shikoni ato që bën Ati, shikojeni veten tuaj të bekuar, shikojeni veten tuaj të lirë, shikojeni veten tuaj të shëruar, shikojeni veten tuaj si trupi Krishtit. Shikojeni veten tuaj si një që ka autoritet. Shikojeni veten tuaj si tempullin e Shpirtit të Shenjtë. Zoti ron brenda teje. Ti je thirrur, ti ke lindur, ti je vendosur në vendin e dur, në kohën e dur, në momentin e dur. Ti je tamam ku Zotit i duesh. Prandaj, rivendose edhe njerë autoritetin e Zotit në ty. Thuaj çdo sekond vetes tënde, Krishti ron brenda meje. Unë prezantoj Krishtin këtu në tokë. Asnjë plani të ligut nuk ka sukses. Kushdo që hap një grop për mua bie vet brenda, kushdo që hap një rrjet kapet vet në ta. Sepse angjit e Perëndis janë si bodyguard rreth e qark meje. Jo një, jo dy, por mira. Dhe zemra ime nuk do të tronditet kur. Edhe çdo gjë që më është vjedhur, angjit e Perëndis punojnë dhe më kthejnë 7 fishin. Kjo është e vërteta. Sepse ti je qielli këtu në tokë. Ti je ai popull që Jezus Krishti t'ju premtua që në dhjetën e vjetër. Një popull që do të therrasi emrin e tij dhe do ta nderoj. Dhe ne jemi populli i Zotit. Të bler me gjakun e Krishtit. Ne jemi ai komp që nuk ka kufi. Ne jemi ai komp që ecin mbi lartësitë tona. Ne jemi ata që me gjithë se jemi në mish, jetojmë në shpirt. Me gjithë se jemi këtu në tokë, jemi banor të qiellit. Dhe ne jemi zgjedhur për të sunduar mbi gjarprinj dhe akrepa. Është koha e dritës, është koha e paqes, është koha e shërimit, është koha e bekimit, është koha e jetës. Është koha që gëzimi në Zotin të jetë forca jonë. Gëzimi në Zotin të mbushi zemrën tënde. Gëzimi në Zotin të mbush familjen tënde. Gëzimi në Zotin të jap fitore në çdo drejtim të jetës tënde. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit.
Unë heq sot çdo gjë që të rrezon zemrën tënde. Unë heq sot çdo gjë që të rrezon familjen tënde. Unë heq sot çdo helmin, çdo kafshim, çdo rjet, çdo grop, çdo plani të ligut të shkatrohet sot dhe largohet në emrin e Jezusit. Unë thyej fuqinë e magjisë, fuqinë e mallkimit në emrin e Jezus Krishti dhe të shpalltur sot fitimtar dhe sundus mbi armiqtë e tu në emrin e Jezusit. Unë hap sot rrugën tënde dhe flas liri për ty. Unë hap sot rrugën tënde, më falni pak se po merr dikush. Halo? Miri ku je? S'ka problem. Je gati tani, të bëjmë gati unë. Okej, s'ka problem. Kur të nisesh më bëj një zile mua që mos të bëjmë gati më përpara. Okej, faleminderit, aj, ciao, të kesh shëndet, po se çdo gjë ka kohë. Ciao. Më fali pak të regjistrojnë që i kem numrin unë, se pastaj u thash kush më merr, se më marr ka këshuriri. Hajde po regjistrojmë më vonë. Pra, unë lutem sot dhe i deklaroj të shfuqizuara gjitha planetet e ligut. Dhe flas sot, ti je fitimtar, ti je biri Perëndis, ti je më shumë se fitimtar në emrin e Jezusit, dhe ti që sot e tutje do të sundosh mbi armiqtë e tu. Ti do të sundosh mbi mallkimin, ti do të sundosh mbi urrëtitjen, ti do të sundosh mbi mosfaljen, ti do të sundosh mbi të gjithë armiqtë e tu. Në emrin e Jezus Krishti. Dhe drita jote do të jetë aq e fuqishme sa të gjithë armiqtë e tu do të verbohen dhe do të lënë territorin që kishin zaptuar. Në emrin e Jezus Krishtit unë shpall sot liri, shpall sot shkëlqim, shpall sot territor të lirë dhe drita e Krishtit e fuqishme në ty dhe në përmjet teje. Unë shpall që sot e tutje, të gjithë do ta shikojnë që ti je bekimi. Unë i hap sytë shpirtëror të tujt, që ti ta shikosh kush je në Zotin, sa vlerë ke në Zotin, dhe se ti e ulur në atë djathtë të Perëndis. Ta shikosh veten që je biri shumë të lartit, i të tej lartit. Ti je biri Perëndis i gjallë, ta shikosh veten se si angjëj të shërbejnë, dhe që çdo plani të ligut është i falimentuar. Unë shpall mbrojtje për fëmijët e tu, shpall mbrojtje për prindrit e tu, shpall mbrojtje për familjen tënde, shpall mbrojtje qiellore. Dhe çdo bekim që të është vjedhur, të kthehet 7 fishi. Sepse ti u pendove. Në emrin e Jezusit. Lutem për djalin tënd Loreta, komplet tani forca të reja, shërin, në emrin e Jezus Krishtit, çlirin, edhe të filloj të çohet, e të ecë, të vrapoj, edhe të flas, në emrin e Jezusit në një kohë rekord. Amen. Unë lutem për gjithë ata që janë me provime. Favori i Perëndis mbi ju. Favori Perëndis mbi gjithçka që ju shkruani dhe mendoni. Dituria e Perëndis të rrjedh në ju, dhe kudo që do të jepni provim, të keni sukses. Në emrin e Jezusit, lutem për martesat tuaja. Çdo gjë që i ligu ka futur në martesat tuaja. Alkoolin, bigjozin, rënimin, divorcin, lojrat. Në emrin e Jezus Krishtit. Çdo gjë që i ligu ka futur në martesën tënde për të shkatruar martesën tënde, që sot
të mos ketë më asnjë fuqi dhe asnjë autoritet, dhe të lëri martesën tënde tani. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezus Krishtit, unë lutem sot për të gjithë punët tuaja, kudo që ju jeni, çdo shpirt xhelozie, çdo shpirt krenarie, çdo gjë që i ligu ka futur në punët tuaja për t'ju vështirësuar juve jetën, zilia dhe gjithçka tjetër të lidhen sot dhe të largohen nga territori jot. Ti do të shkëlqesh më shumë. Ti do të jesh drita e Krishtit, plot dashuri, plot mirësi. Dhe Zoti do të shkëlqejë nëpërmjet teje. Dhe nëpërmjet teje, të gjithë do të njohin Krishtin, sepse shikojnë lavdinë e tij në jetën tënde. Në emrin e Jezus Krishtit. Lutem kundër frymës së depresionit. Kushdo që është në depresion, në emrin e Jezus Krishtit, çdo grop depresioni të mbushet tani. Asnjë grop depresioni të mos mbaj më jetën tënde peng, apo të njerëzve të tu, apo të kujdoje që ti ke sot në mend për të lutur dhe të vjen në mendje që është depresion. Në emrin e Jezus Krishtit, shpirti i depresionit e quaj sot të lidhur në emrin e Jezus Krishtit. Për të gjithë ata që janë live, dhe të gjithëve atyre që ju vjen në mendje një person që është në depresion, sot është dita e çlirimit për ta. Mendo një person ndoshta që ti e di që është në depresion, ose ti vetë je në depresion. Në emrin e Jezus Krishtit, unë e lidh sot frymën e depresionit mbi këta njerëz. Tani, e lidh jashtë territorit tuaj. Jashtë territorit tuaj, jashtë territorit të këtij personi. Dhe shpall sot liri dhe mbushje me dritën e Krishtit, mbushje me Krishtin Jezus, në emrin e Jezusit. Dhe shpall tani jetë për ta. Shpall për ta gëzim dhe liri, në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Unë lidh sot shpirtin e Mehmetit. Për këdo që të vjen ty në mendje sot, që është Mehmet që nuk flet akoma, ose ka vones në të folur, ose i mbajt goja. Në emrin e Jezus Krishtit, unë lidh sot frymën e Mehmetit. Frymën e mbajtjes së gojës. Frymën e vonesës në të folur. Unë e lidh sot jashtë territorit tënd në emrin e Jezus Krishtit, jashtë territorit të këtyre personave. Në emrin e Jezus Krishtit. Dhe shpall sot liri për gojët tuaja. Shpall sot liri për këdo person që ti mendove. E shpall tani lirin. Dhe rrjedh shmëri në emrin e Jezus Krishtit. Gëzim në emrin e Jezus Krishtit. Këngë të këndoj në emrin e Jezus Krishtit. Dhe le të marri lavdi Zoti. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Mua më vjen në mendje tani një motër që është në proces ndarje, po mendon të ndahet. Ka vendosur që nuk vazhdojt më. Burri nuk ndihmon me asnjë gjë financiarisht dhe flet me nenën e tij, por nuk flet me nusen. Unë deklaroj sot në një kohë rekord, ky burr do të pendohet fuqishëm. Jo sepse ti e kërkon, por sepse ti do shkëlqesh. Për ty fillon një kohë lavdie. Dhe ai do të kuptoj që bekimi ti ke qenë vetëm ti. Ti do të ngrihesh në një lavdi që nuk e ke provuar deri tani. Zoti do t'i japi rrugët për ty në një mënyrë qiellore. Dhe ai do të vi, do të pendohet, do të kërkoj falje. Dhe unë ndjej që ti do ta falësh, por tani është koha të mbash distancë. Tani është koha të ngrihesh në lavdi. Në emrin e Jezusit, unë shpall sot, duke hequr prej zemrës tënde
vajtimin tënd, braktisjen, dhimbjen. Dhe shpall sot që Zoti do ta mbushi zemrën tënde dhe martesa jote në kohën e dur do të rivendoset si Zoti do. Dhe ti nuk do të trajtohesh më si shërbëtore, por si bija e shumë të lartit. Në emrin e Jezusit. Amen. Mua më duhet të iki, Zoti ju bekoft, paqja e Perëndis në ju. Angjëjt e Perëndis në çdo gjë që ti bën, mendon, flet. Gëzimi në Zotin le të jetë arma jote më e fuqishme. Qeshni, gëzoni, mos e lejoni të ligun që të çoj të mbani fytyrën varur. Mos e lejoni të ligun të thoni një fjalë dekurajuese. Sepse tashmë Krishti rron në ty. Dhe gëzimi në Zotin është forca jote. Vendosni të qeshni, vendosni të keni gëzim, vendosni të thoni të mirën, vendosni të jeni falenderus, vendosni të deklaroni vetëm bekimin. Miropafshim dhe kur Zoti do jemi live. Unë sonte do iki nga motra ime, edhe më tha motra, hajde tha, sepse dhe unë nga vjera jam, do vete nga vjera e motrës time, me motrën time, edhe më tha, hajde se do të bëj një lakror në Çerep me Ithra. Tani unë për një lakror me Ithra, po shkoj në Honolulu. Pra, ju përshëndes dhe sa po të kem kohë, unë do të futem përsëri live. Normalisht duhet jem nesër në dark live, nëse Zoti do, le të bëhet. Nëse Zoti s'do, të henë në dark jemi live. Okay? Mos harroni 100% të hënë në dark. Nëse do t'jem në Tiranë, do t'jem në kisha e Tiranës, nëse nuk ka pastor Eli një të ftuar, në Tiranë do t'jem të dielën, dhe nëse Zoti do të jem në kish, por nuk e di akoma 100%. Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Mbusheni zemrën me gëzim, mbusheni zemrën plot me paqen e Perëndis. Mundeni të ligun me të mirën. Mendoni të mirën, flisni të mirën, jetojeni të mirën. Dhe i ligu është poshtë këmbëve tuaja. Krishti rron në ty. Miropafshim. Pastor Eli thot, okay, hajde, thot Pastor Eli. Ma dha lejen. Ma dha. Ma kishte qefit shkoja në Bilisht, sot e kisha në plan, po kushuriri im mbarovi kaq vonë sa zvete do të më. Edhe prandaj më iku plani. Por Zoti ka gjithmonë një plan tjetër. Edhe do vija djejër ma, po s'kisha makinë. Zoti ju bekoft. Edhe shifemi sa po Zoti ta bëjmë barë. Miropafshim.